potencialisht i ka efektet e veta, pastaj edhe politike. Në çka? Në politikë, në elektorat, ai mundet me pozicionin e tij. Pra, edhe nëse ju kërkon që të përfshinin Severi, ju nuk flisni fare. E kem sharu këtë punë. Ne kemi deklaru, ne kemi diskutu çfarë pozicioni do të marrim. Nuk mujmë na me shku në një situatë ku mrrim prap të një politik të qeverisë Kurti, edhe në fund me ardhë me t'i vendosë 2 kandidat të partisë të vetë. Kosova ka njerëz adriatik. Ka njerëz, ka figura, ka lider, ka udhëhec, jo partijak, jo politik që mujnë me dhonë edhe ftyrë të mirë, po edhe me dhonë pozicion me integritet edhe me dignitet në zyrën e presidentit. Pra ju jeni që të bëtë edhe një person jo partijak, president? Normal. Po këtë po kërkon edhe Zoti Kurti atëherë bën qeverin vetë, e bën kryetar në kuvendit, kurse edhe pozicionin e tretë mund ta ketë jo partijak. Pse kësaj radhe të ndodhë kështu kur as në zgjedhjet e 2001-s, as 2004-s, as në asnjë palë zgjedhje tjera nuk ka ndodhur kjo. Shumë e thjeshtë. Përveç kur ishte zonja Osman. A nuk është përbes, a nuk është e mjaftueshme? Kjo është seni momentalisht, seni ma banal që është ndodhur Kosovës, ma i rrezikshëm. Vetëm është bie edhe dorëzim para shantazhit kushtimisht. Po thoni, ose ju shojnë zgjedhje, ose le ta bëj edhe presidenti le ta bëj çfarë po kërkojnë. 2 deklarata i kemi publike, zonja si zonja Agjiu, që kanë thënë, po, ne e bëjmë Severin vetë, kryetari i kuvendit i joni dhe një president jo partijak. Kryetari i kuvendit nuk është i tyne. Kryetari i kuvendit kush i ka 61 vota e merr. Partia pale, propozon e merr. Jemi të folë për kryeministrin i merr 62 vota. Te presidenti. Ajo që po themi ne, Kosova mundet me i durue, që ka durue dhe mazi. Mirë po, edhe një palë zgjede, 4 të nërë, me shku, nuk mendoj që është rrugë mirë, e asë rrugë drejtë. Pra, duhet Albini kryeministër. Por no, jo be Albini nuk mujtu me mujto. Pra, duhet më dërzu. Jo më dërzu veç dërzimi nuk ka opcion. Që kjo dërzim, zëti ta i... Që qka është një problem, në qofë se sheni prej prizmit... Të fundit, Adriati. Në qofë se... Jo, bebe, veç edhe një fjallin. Protestojnë, po kemi emision në ndërë. Jo, veç edhe një fjallin. Të fundit. Zoti Tahiri, jo besoj që e dini, që nëse Zoti Kurti zgjidhet kryeministër, pra votohet në kuvend, dhe bën edhe presidentin e vetë, ai ka të garantuar 4 vjeçarin. Veç nëse ai don me dhënë ndërheqje. Me ta zom gazi amerikan. Dhe qysh e bën një gjë të tillë, duke dhënë ndërheqje. Pra në shajt proteste, një president me integritet del para popullit, thot, të nderuar qytetar, të dashur, atë të rryera, çka do të thot ai, që të njerëz sun penali ndryshe. Që ky është të i shkaktu domet jashtëzakonisht mëdha këtij veni, qysh i ka shkaktu për cilat keni folio, ai 4 vjet veç puna e marë mundi me thonë. Hapim pak, zonja Shabani. Atëherë, pa i përsëri disa gjanat zotit Kajtazi, unë mendoj që mobilizimi që i ndodhi aleancës ka qenë pikërisht ajo që e thatë ju më herët. Opozita që i zhvoi qeverisjes Kurti. Do të thonë ka qenë një mobilizim, ndoshta edhe i subjekteve tjera, do të thonë votues të subjekteve tjera, që kanë insistu ose janë mobilizuar në mënyrë që aleanca me kalu pragun, dhe rezultoi që aleanca në këto zgjedhje doli më mirë se sa në zgjedhjet e kaluara. Pra, ky është qëndrim. Pra, qysh ka mundësi sot aleanca me një lehtësi kaq të madhe i ofron zotit Kurti këto pika si kusht për bërjen e presidentit. Zotja Gjini e dëgjova në një konferencë, tha që nuk ka rëndësi nëse është politik, nuk ka rëndësi a është partijak, nuk ka rëndësi a ka punu ndonjëherë. Pra, është shumë shqetësuese aleancës mos me interesu se kush do të bëhet president. Pse shkum zgjedhje, pra? Pse aleanca në zgjedhjet e fundit, pra ngërçi kur ishte në mandatin e kalum, nuk i ka ofru disa kushte për këtë qeverisje nëse pretendon që mundet me i bloku, ose mundet me i qut tutje disa çështje caktuar të cilat ju veç i keni. A i bjen që kërkesat e aleancës janë veç sa për sy e faqe, ose me fillu me tregu një tregim, i cili do të përdoret gjatë fushatës në zgjedhje. Kjo është çështja, pra pse duhet aleanca sot me uni përgjegjëse, se thatë edhe jo, pse duhet shkojmë edhe një palë zgjedhje.
pse Alianca ndihet përgjegjëse për zgjedhjet e ardhshme, kur zotit Kurti nuk i bëhet vonë. Po duket pak sikur Alianca po e merr një barë të përgjegjësisë më shumë se sa që i takon. Pra, jo pse nuk duhet të bashkëpunohet në raste të caktuara, por po kërkohet një bashkëpunim me disa kushte të cilat janë të Aleancës dhe zoti Kurti i zotohet vetëm votuesve vet. Pra, besimi, a i besoni? Pozicionit Aleancës, që ka ndryshu, edhe e dyta, mos përmeni në i barë ma shumë se që ju takon. Po e nisi me të parën. Pozicioni i Aleancës në raport me qeverin Kurti nuk ka ndryshu. Po të kishte ndryshu a i raport, ne kishim ndërtu marrëdhënie politike, kishim synu me pos marrëveshje politike për me qenë qeveri në opozit. Pra, ne e kemi thonë shumë qartë që ne nuk jem ka kërkojmë